Postripa ishte ndalesa rallës e kandidatit Aleancës për Shqipërinë Mallështore Tet Kopliku. Së bashku me Partinë e Legalitetit dhe banorët e Postripës, kandidati Kopliku foli për rëndësinë e qendresës ku Postripa i ka prirë për herë vendit. Postripa ka pas shumë vujtje, Shkodra në përgjithësi ka pas shumë vujtje dhe komunizmi ka një histori, një plagë e dhimbshme e Postripës dhe Shkodrës. Qysh se kanë ardhur në pushtet këta prej 12 vitesh, kjo ka një betejë vlerash. Kanë ardhur me blemje votash, kanë ardhur duke fut 20 kriminal në parlamentin shqiptar, kanë mjell çdo cep Shqipnisë me drogë masi myllën Gjoja Lazaratin, drogunin fëmijët e shqiptarëve, i shtynin trit me u marrë me drogë për me mjetu, i shtynin trit me lanë vendin e tyne, e banen të pa mujton për një familje të re, mos harroni janë 12 vjet, është pothuajse një gjenerat. Banen të pa mujton që një familje me nërtu të ardhmen këtu, pra një çift me dashur të mu martu, nuk mundet me ble shtëpi, nuk mundet nëpërmjet rrogës me mjetu, nuk mundet me lënë shkollim fëmijëve, ka ra lindshmëria, arrit vdekshmëria, jena vendin që shpopullohet më shumë se tonë dhe kjo ka një arsye. Këto shifra nuk janë të krahasueshme me asnjë vend tjetër përveç vendeve në luftë. Komunistat ose pjesë të ndryshme tyne kanë 26 vite në pushtet. Kombi shqiptar rrezikohet në kuptimin e parë të fjalës. Ju kërkoj me shumë dashamirësi dhe modestisë këtë javë, merrni çdo listë, merrni telefon dhe shpjegonja problemin që është nëse nesër fitan prap Edi Rama, fitan prap makineria më të mëshme e vjedhjes që i ka ndodhur në këto 36 vite. Legalistët apeluan drejt banorëve të Postripës që të votojnë masivisht kandidatin Tet Kopliku në mënyrë që Postripa dhe gjithë qarku Shkodër të ketë një zë të fortë në parlamentin shqiptar.